Mirë dita, vlezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të botës, kur flitet shqip, kur dashurohet shqip. Mos harroni, vetëm bashkësi dhe argjerim të lehtë vlezër dhe motra tona mysliman. Por, nga goja e Dajos, del vetëm mjalt. Për ju, që doni të emigroni në Gjermani, ne ju orientojmë, edhe njerë, ne ju orientojmë si të pajiseni dhe si të bëni dokumentacionet në Gjermani. Ka filluar në Gjermani ligji 15D, edhe njerë, ligji 15D, që do thot punësim sezonal, edhe njerë, punësim sezonal. Mund ta marrësh vizën për 4 muaj, për 5 muaj, për 6 muaj, për 7 muaj, për 8 muaj. Nuk ke të drejtë të ndryshosh punë. Atje ku e merr vizën sezonale, atje do ta përfundosh. Kujdes, nuk vete dot në një punë tjetër. Kujdes, bashkim familjar me vizën sezonale nuk e bën dot. Kujdes, kozjatja mund të zgjasi nga 1 deri në 45 ditë, sa të kompletohesh me vizën përkatëse. Kemi vende të lira momentalisht në baushtell, në gastronomi, pse jo, dhe në disa vende të tjera që të interesuarit le të shkojnë Dajos në privat. Edhe njerë, punësim sezonal. Merr kartën e bankës, kartën e shëndetit dhe ameldungun. Do të rish me vizë në pashaport, nuk merr dot ofental. Dëgjojini mirë gjërat, punësim sezonal. Tek viza lexon 15D. Punësohesh, të pëlqeu ri, s'të pëlqeu i ku të duash. Viza është me destinacion vetëm tek pronari që të ka bërë vizën, në vend tjetër nuk mundesh. Unë ju uroj një ditë të bukur, një ditë të qetë. Edhe njerë, ne ju orientojmë. Vendosni ju për fatin tuaj. Respekte dhe kalofshit sa më mirë. Nipçe, live nga zyra sot. Edhe njerë, punësime sezonale o të keqe, si në kone ramet liu, mbjedhje fiq, salc domate, te rushi, te reçeli, te duani. Respekte, jam dhe të ngellem zeri juaj. Nipçe, punë sezonale.